Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 25 vjeçe dhe vi nga qyteti i Lezhës. Gjithë jetën time e kam kaluar mes punës, familjes dhe një rutine që rrallë ndryshon. Nuk kam qenë nga ato vajzat që udhtojnë shpesh apo që bëjnë gjëra spontane. Gjithmonë kam qenë e tërhequr, e mbyllur në vetvete duke menduar shumë para çdo hapi. Shpesh e kam ndier veten sikur po jetoj një jetë të parashkruar, punë, shtëpi, njerëzit e njëjtë, ditët që ngjajnë me njëra tjetrën. Thellë brenda meje kishte gjithmonë një ndjesi që më mungonte diçka. Por gjithmonë kam pasur një ëndër, të shija botën, të dilja nga ai rrethi i vogël ku çdo gjë është e sigurt. Por në të njëjtën kohë edhe e mbyllur. Një ditë pa menduar shumë vendosa ta bëj realitet. Rezervova një udhëtim për në Dubai. Ishte vendimi më spontan që kisha marrë ndonjëherë në jetë. Kur mora biletën në dorë, më dridheshin duart. Isha emocionuar, por edhe e mbushur me frikë. Po sikur të mos ndihem mirë, po sikur të mos përshtatem, po sikur të pendohem, por një pjesë tjetër e imja më thoshte, po sikur të jetë gjë më e bukur që mund të kem bërë ndonjëherë. Dhe shkova. Në momentin që mbërrita, ndjeva që isha në një botë tjetër. Gjithçka ishte më e madhe, më e ndritshme, më e gjallë. Njerëz nga çdo vend i botës, energji ndryshe, ritëm tjetër. Ditët e para i kalova duke eksploruar qytetin. Ndërtesat gjigande, rrugët plot dritë, vendet luksoze që i kisha parë vetëm në internet. Por ajo që prisja më shumë ishte safari në shkretë të tirë. Dita që erdhi safari u zgjova me një emocion të çuditshëm. Ndihesha si fëmijë para një aventure dhe kur u larguam nga qyteti, u futëm në shkretë të tirë dhe gjithçka ndryshoi. Rëra e pafundme, qielli i hapur, një qetësi që të mbështjell. Ishte një ndjesi që nuk e kisha përjetuar kurrë. Në program ishte dhe hipja në DV. Më dukej diçka e thjesht në video, por kur erdhi momenti ndjeva frikë. Një djalë nga Guida erdhi të më ndihmonte. Mos ki frikë, më tha me një buzëqeshje të ngrohtë, edhe pse nuk e di, por i besova. Ai më ndihmoi të hipja dhe qëndroi pranë meje. DV-ja u ngrit dhe unë u kapa fort duke i qeshur nga emocioni. Ai qeshte me mua, më fliste qetë dhe aty filloi diçka e papritur. Filluam të flasim, jo thjesht biseda të zakonshme, por gjëra më personale. Ai më pyeti për jetën time, për vendin nga vi, për atë që më bën të lumtur. Dhe unë, pa e kuptuar, fillova të hapem. I tregova që nuk kam bërë shumë gjëra në jetë, kam jetuar gjithmonë me frikën nga gjykimi. Shpeshherë kam zgjedhur të mos veproj vetëm për të mos gabuar. Ai më dëgjoi me vëmendje dhe më tha: "Ti ke jetuar me kujdes, por jo gjithmonë me zemër." Ajo fjali më mbeti në mendje. Pas shëtitjes u ulëm në një kamp në mes të shkretë të tirës. Muzikë, drita, njerëz që qeshnin, por unë ndjesha sikur isha në një botë tjetër. Ai erdhi pranë meje dhe më pyeti: "Apo e shijon?" "Po, shumë." Qëndruam gjatë duke folur për ëndrat, për frikrat, për jetën që nuk e kemi jetuar sa duhet. Për herë të parë nuk ndihesha në siklet. Nuk ndihesha e turpëruar, isha thjesht vetvetja. Nata në shkretë të tirë ishte magjike, qielli plot yje, ajri i ngrohtë, një qetësi që të bën të reflektosh për gjithçka. Ajo që ndodhi më pas nuk ishte e planifikuar, ishte një moment, një ndjenjë, një vendim i vogël por shumë i madh në të njëjtën kohë për mua. Për herë të parë në jetën time nuk e ndalova veten, nuk mendova për frikën, nuk mendova për turpin, nuk mendova se çfarë do të thonë, thjesht lash veten të jetoj momentin. Për mua, kjo ishte më shumë se sa një eksperiencë. Ishte një çlirim, një hap përpara. Kur u ktheva në hotel atë natë, nuk isha më e njëjta. Nuk ishte vetëm ajo që ndodhi, ishte mënyra se si unë ndihesha. Më e lirë, më e hapur, më e sigurt.
sikur për herë të parë po jetoja për veten time. Ditët që pasuan në Dubai përjetova ndryshe. Nuk isha më ajo vajza që mendon shumë para çdo hapi. Isha dikush që po guxonte. Sot kur e kujtoj atë udhëtim, nuk më kujtohen vetëm vendet. Më kujtohet momenti kur ndryshova. Ndonjëherë nuk është vendi që të ndryshon, por vendimi për të mos pasur më frikë nga jeta.